Gjarprin nuk sulmojnë kur njerëzit. Si mund sulmoj një gjarpër, një krijes kaq të madhe si njeriu, nga e cila trembet dhe sa po sheh prezencën e njeriut, sa po konstaton prezencën e njeriut, e vetmja gjë në mendjen e gjarprit është të fshihet, t'ia mbathit, të fshihet sa mparë. Unë kap gjarpri shumë shpesh në për ekspeditat. Pyesja, si ka mundësi? Herpetologjike që bëj, dhe duket sikur e kam kapur kollaja dhe gjarprin, por ndonjëherë duhet hidhesh si portier për ta kapur gjarprin, sepse në momenti që konstaton praninë time, fshihet në mënyrë shumë të shpejt. Keni rrezikuar ndonjëherë jetën? Pse ta rrezikoj jetën? Po dita kapësh atë gjarprin, po jo, si ka mundësi? Unë sa po thash që shumica e gjarprive nuk janë fare elmues. Jam kafshuar shumë herë, po pastaj. Po se ju e kaloni si imam sepse jeni profesionist, pra jeni biolog, por nga ana tjetër ju e thatë që nëse nuk keni kontakt, nuk e sulmoni, pra në një farë mënyrë ti ju shkoni dhe e kapni, tentoni që të Pikërisht, ajo që po përpiqesha të shpjegoj është që një nepërk me bri nuk do sulmoj kurrë nëse nuk ka shkak. Që do të thotë, nuk do sulmoj në qoftë se nuk shkon ta prekësh, ta kapësh, ose në qoftë se nuk e shkel aksidentalisht. Ndërsa tre nepërkat e tjera janë në male, pra nuk janë në kontakt me ambientin tonë përditshëm. Një është nepërka e vogël e maleve të jugut, që ndodhet në zonën e kullotave alpine, dhe dy të tjerat, nepërka e vogël e maleve të veriut, kjo ndodhet malet e veriut, po këto janë helmues, natyrisht janë nepërka, janë helmues të lehtë, po nuk konsiderohen vdekje prurës. Nepërka me lara e maleve është shumë helmues dhe jo sa nepërka me bri, por nëse marrët ndihma mjekësore në kohën e dur, pothuajse nuk në asnjë rast nuk ka patur në një rast vdekje nga nepërka me lara e maleve, por këto janë në male. Sa kohë na duhet në raste të tilla, për shembull në rastin e nepërkës me lara, në momentin që ne jemi pjeskuar për tyre, pra sa duhet ne që sa kohë kemi për të shpëtuar, për të marrë mjekimin e duhur, për të patur një medikament me vete mbase? Në qoftë se kafshohesh ke një nepërk, e mira është që të shkosh për të kërkuar ndihmë mjekësore në mënyrë të menjëhershme. Sa më parë të shkosh, aq më mirë është. Por nëse ndihma mjekësore merret nga 2 deri në 4 orë mbas kafshimit, shka në Shqipëri kjo është krejtësisht e mundur, se Shqipëria aq është, kudo që të kafshohesh, për 2 orë mund të shkosh në spitalin më të afërt, ose për 3 orë, le të themi. Dhe zakonisht nuk ka asnjë, si thuash, rrezik vdekje nëse ndihma mjekësore merret. Çfarë duhet kemi ne me vete mbase në momentin që ikim për një ekspedit në mal, sepse aty është pra momenti që më shumë për alpinistët ose për njerëzit që bëjnë ekspedita në male, çfarë duhet kenë me vete mbase në kutinë e tyre të ndihmës shpejt në raste të tilla? Një antidot ndoshta? Shiko, më fal, unë do bëja një pyetje tjetër. Sa raste ka qelluar që të kafshohen nga nepërkat, alpinistët apo njerëzit që bëjnë hiking në mal? Para 3 ditësh ka qarkulluar një material, një turisteje, le të themi në veri të Shqipërisë, dhe në fakt ajo krete vetme në pyll u kafshua nga një gjarpër nepërk, pastaj klasifikimin e bëjnë ekspertët, edhe ka kërkuar një ndihmë e cila në fakt i ka ardhur me vonesë për shkak të lokacionit, dhe në momentin derisa ka mbërritur në Shkodër dhe më pas në Tiranë, ajo ka rrezikuar edhe prerjen e këmbës. Pra deri këtu, ajo pamjet filmike tregojnë një këmbë të nxirr deri tek pjesa e kofshës së saj. Pra, ajo vetë ka treguar që më është rrezikuar jeta shumë seriozisht, sepse nuk kisha një medikament me vete që mund ta kisha shpëtuar. Ndoshta edhe për shkak të asaj lidhjes që ne themi që dhe fakt toksikolog ndryshëm thotë që mos e shtrëngoni lidhjen ose vendin ku ka kafshuar gjarpri. Pra rastet janë aty, dikush i konfirmon, lokalizojnë apo jo, por që e qartë, jam në djenin fakt të këtij rasti që ndodhi, sepse është bërë viral në mediat sociale, në rrjetet sociale, por përveç këtij nuk mbaj mend, domethënë në një rast tjetër gjatë viteve të fundit që ketë ndodhur një kafshim nga nepërka me bri, dhe unë nuk e di se si është kafshuar
turisti australiane, ndoshta e ka shkelur gjarprin. Ndoshta, edhe ajo të dëshonte, po. Ndoshta e ka shkelur dhe është kafshuar, dhe në këtë rast, më tepër se sa të kujdesemi se çfarë duhet marrim me vete, që praktikisht duhet marrë antiviperin me vete, po antiviperina nuk ruhet në kushte ambienti, kështu që nuk është gjëja më e mirë është që të shohim aty ku shkelim. Po, patjetër. Pa diskutim, po kjo lidhja që ne themi mirëpasqyre është vërtet shpëtimtare në momentin që ne jemi në sikletin e madh, që s'kemi një ndihmë të shpejtë ose një asistencë? Jo, nuk rekomandohet lidhja e këmbës apo dorës apo gishtit aty ku ndodh kafshimi, nuk rekomandohet që të shtrëngohet, pasi sipas mjekëve, unë nuk jam mjek. Po, patjetër. Sipas mjekëve shkakton nekroz të vendit se ku ka ndodhur kafshimi, pra nuk rekomandohet. Këshillat e përgjithshme janë që duhet ndenjur i qetë, njësoj siç ishte shumë e qetë e vajza australiane që qeshte. Nuk duhet ecur shumë, sepse qarkullimi i gjakut rrit përhapjen e elmit. Dhe duhet shkuar sa më shpejt në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërkohë, nga ana tjetër ne kemi dëgjuar edhe në përditshmërinë tonë, mos i prekni, mos i ngacmoni se janë gjarprinj shtëpie. Sa ka diferencë të madhe, ndoshta edhe për mentalitetin shqiptar, një gjarpër që i konsiderohet i shtëpisë, është identifikues? Po, patjetër, gjarprinjt i kanë shërbyer shumë njerëzimit për shekuj. Tani natyrisht niveli jetesës ka ndryshuar, njerëzit mund t'i kontrollojnë gjallësat e tjera të cilat janë vektorë të smundjeve si kundër brecit nëpërmjet mënyrave tjera, me çarqe, me helme, por në të kaluarën, nëse nuk do kishte gjarprinj për rreth shtëpive në fshat, për rreth banesave, atëherë smundjet që përhapen nga brecit do ishin shumë më të mëdha. Prandaj, në të kaluarën kjo ka krijuar një respekt për zvarranikët dhe në veçanti për disa lloje, siç quhen për shembull gjarpri i shtëpisë. Dhe njerëzit thonë mos e vrisni këtë gjarpër sepse shkon ters nëse e vret këtë gjarpër. Po. Janë të kujdesshëm pra. Po, dhe ka patur raste ndoshta, sepse si ka lindur kjo teori, le të themi, ndoshta kur njerëzit kanë vrarë gjarprinjt që kanë patur rreth shtëpisë të tyre, brecit kanë arritur të deportojnë në vendet ku mbanin ushqimin apo ku diun, ka marrë smundje vdekje prurse, prej të cilave ruheshin nga zvarranikët. Dhe në fakt ajo që automatikisht më vjen ndërmend është fakti që sepse para disa kohësh filluam të flasim për brecit, për mint kryesisht që sillen dhe qarkulloi hantavirusi dhe me sa duket paktën në vendin tonë prezenca e gjarprinjve do të na bëjë zhdukjen e këtyre mijëve që mund të na kanose një lloj virusi si ai hantavirusit. Duket si një lloj zinxhiri, nëse mund ta themi. Sikundër thash, prezenca e gjarprinjve tek ne është lajm i mirë, nuk është absolutisht lajm i keq. Kjo tregon që frikacakët është e qartë, po. Kjo tregon që mjediset tona natyrore janë ende të pasura, të larmishme për sa i përket biodiversitetit. Dhe një gjë tjetër që dua ta them për publikun, të mos kenë asnjëherë frikë nga gjarprinjt e mëdhenj. Fare. Nëse një gjarpër është më i madh se 1 metër, nuk ka asnjë lloj arsye për të pasur frikë. Supozojmë se dikush është duke mbledhur bimë medicinale dhe aksidentalisht kafshohet nga, le të themi, shigjeta e gjatë, që është një gjarpër shumë i madh. Shigjeta e gjatë nuk ka helm. Kështu që thjesht do ketë pak gjakderdhje, si natyrisht ka dhënë, dhe asgjë mund ta bëjmë me pak alkool, dezinfektim. Natyrisht që duhet shkoj për ndihmë mjekësore, sepse njerëzit nuk janë në gjendje që t'i identifikojnë. Për shembull, po të më kafshoj mua nuk shkoj fare për ndihmë mjekësore, dhe më ka kafshuar shumë herë gjarprinj të ndryshëm. Sa herë mund të ndodhur gjatë këtyre viteve të parë? Po ndodh shpesh sepse gjarprinjt në momentin që i kap,
dhe në momentin që janë shumë të shpejt, sulmojnë shpejt, në momentin që nuk jem mjaftueshëm i kujdesshëm ose pozicioni kapjes është i tillë që nuk mund të bësh më mirë sepse gjarpri ka lëvizur dhe ti nëse do ta kapësh duhet të rrezikosh, atëherë ata të kafshojnë më njëherë. Dhe thjesht ka pak gjakderdhje e cila ndalon shumë shpejt dhe kaq. Ti je kreti mësuar me këtë pjesë që mund t'i mbash në base edhe kështu si kafshë shtëpiake, aq i mësuar je me këtë pjesë, se për shaka. Jo, ka shumë njerëz që i mbajnë si kafshë shtëpiake, unë nuk jam një prej tyre, mua më pëlqen të shoh në natyrë. Kështu që dua ta theksoj edhe një herë, gjarprinj të mëdhenj askush të mos ketë frikë nga gjarprinj të mëdhenj. E thash edhe një herë, është një prej tyre, biroja, është gjarpri i madh, ai i ka dhëmbët e helpit në pjesën e mbrapsme të nofullës dhe jo gjithmonë kafshimi është i suksesshëm, si thua, për sa i përket fshimit të helmit, por edhe në rast se kafshon dikë dhe e helmon, do ketë një ëndje në dorë. Edhe kaq, nuk ka asnjë rast të provuar që ka shkaktuar vdekjen e një individi. Ishte shumë e nevojshme që ta bënim këtë si bisedë për informacion shtesë dhe për gjithë njerëzit, sepse të gjithë se kanë marrë tashmë. Ndërsa për sa i përket asaj që thatë më herët që kanë po shohin video që gjarprind vinë në mes të motorit, në mes Tiranës, në fakt e pash dhe unë atë video. Ishte një shigjet e hollë. Më ka kafshuar një 3-4 herë, po, me sa mbaj mend, vetëm këtë vit. Një shigjet e hollë është krejtësisht e parrezikshme, një gjarpër i bukur, i shpejt, i parrezikshëm. Tani kishte dalë mes motorit. Unë jam i bindur që ai zotëria që ka ardhur me motor te medreseja ndoshta jeton diku në një zonë rurale dhe gjarpri gjatë natës është futur motor.